Kërkesa e Partisë Demokratike për shkarkimin e Niko Peleshit është rrëzuar me 79 vota kundër, 10 deputet kanë votuar pro dhe 0 abstenim. Partia Demokratike nuk mori pjesë në këtë votim. Demokratët pretendojnë 5 shkelje të rënda të rregullores nga Niko Peleshi dhe i kanë përqendruar argumentet e tyre në 2 seanca, atë të 16 dhe 18 shtatorit, ku ndryshua rregulloria që e çoi numrin e komisionerëve të përhershëm parlamentar në 11 dhe mos realizimi i debatit parlamentar për programin qeverisës Rama 4. Projekt vendim për shkarkimin e kryetarit Kuvendit të Shqipërisë, zotit Niko Peleshi. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash për miratim. Votimi është i fshehtë me elektronik. Koleg, hapet votimi. Ju lutem, koleg, votoni. Koleg, vazhdoni votoni. Atëherë mbyllet votimi. Janë 79 vota kundër, 10 vota pro, 0 abstenim. Projekt vendimi nuk miratohet. Këtu mbyllet seanca plenare, seanca e radhës fillon në 11:30.